Dhe u tregua vetëm tani drejt fundit. Sepse po ta tregoj se si shkoi historia, kam dëshimet e mia. Nuk e vjen diskutim që mund të ketë pasur ndjenja. Nuk e vjen diskutim këtë gjë. Po. Ndoshta nuk i ka pas në të njëjtën formë siç kam pasur unë. Ndjenja është forta. Por kjo është relative, pastaj se ka bërë atë që bëra unë, që të vente primare marrëdhënie. Por ai vuri që mund primare veten, gjë që unë nuk e bëra. Dhe unë nuk e bëj. Unë jam tipi që në çfarë do të marrëdhënie, edhe në shoqëri, edhe në dashuri, edhe në familje, mundohem gjithmonë të vë primare marrëdhënien. Po. Jo stilizme. Se e bëjmë të çon asgjë kundër mendova. Jo, shiko. Do ketë përfund raste dhe raporte ku ty duhet të vësh veten përpara, sepse respekti vetes nuk i duhet munguar asnjëherë. Dhe nëse ti kupton me kalimin e kohës që personi po të çon, të dalë vetja qefit, të humbish shkëlqimin, të fillosh të shkelësh veten, të humbish respektin për veten, jo. Nuk është. Nëse ti gjatë marrëdhënies në shumë raste fillon vë pyetjet nga vetja, problemin e ke ti. Problemin e ke ti, se nuk mund të gjatë kohës ta bësh këtë. E kuptoj me 1-2 situata impulsive që po më thuaj që ke reagu dhe vetë impulsivisht, por nuk mund të jetë gjithë kohës. Po. Dhe nëse ti arrin të kuptosh, po t'ju, me të intuitën femërore, me çik analizë, me çik research, që ky personi do ketë këtë lloj tendence për gjatë, dhe ti do ndihesh gjithmonë e pa prioritizuar, më kuptoj që nëse kjo gjë nuk shkon me ty, nuk duhet ta pranosh.